Në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të cilat do të mbahen më 11 maj, të drejtën për të votuar për herë të parë do ta kenë 114.642 shtetas. Një pjesë prej tyre, maturant në Gjimnazin Qemal Stafa në Tiranë, kanë organizuar së bashku me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve një proces të simuluar votimi në mënyrë që të njihen me praktikën e kësaj procedure. Por si e shohin këtë proces këta të rinj, dhe i kanë ndjekur ata programet e partive politike? Sot jam pjesë si bashkëgues e procesit votimor, stimulimit që do bëhet në shkolla jonë. Thash të vi këtu se isha pak si kurioz si ndodh gjithë kjo procedura votimeve. Te kjo pjesa e shkollimit, se unë jam edhe maturant vetë, edhe do me thënë e hasa pak të pjesën e shkollimit edhe mu duk si interesante. Mendoj se do ishte gjë e mirë ta përvonin si eksperiencë tre që të votonin, ose të vendosin dhe për të ardhmen e vendit tyre. Ne jemi duke zhvilluar një proces votimi, basi kemi marrë ndikimin e votës në jetë. Duhet të mësohemi se si të hedhim votën për shkak se ka një ndikim shumë të madh në jetesën ditë për ditë. Më shumë në rrjetet sociale, por dhe më anë të fletushkave që shpërndajnë në shtëpi dhe në lokacione të tjera. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, pasi rinia është një pjesë shumë e madhe e zhvillimit të Shqipërisë. Kjo do ndikojë mbi edukimin dhe zhvillimin e nxënësve të rinj. Po, unë kam bërë përshtypje më shumë premtime që janë bërë për arsimin që do të zhvillohet në të ardhmen. I vështirë jo, ama diku kam pak emocione. Lidhur me mënyrën se si do të përzgjedhin partinë të cilës do i japin votës, maturantët listojnë arsye të ndryshme. Vota ime do ndikohet nga pikpamja ime mbi interesat e mia. Domethënë, çfarë më duhet në këtë moment aty ku jam. Për momentin në votën time të parë, me që është fillimi, është bindja politike familjare që ndikon më së shumti. Pastaj kur të jem më shumë informuar rreth politikës, do të jetë bindja ime. Ushtrimin e votimit të maturantëve e ndoqi edhe ambasadori gjerman Karl Bergner, i cili theksoi rëndësinë që kanë të rinjt në këtë proces dhe kontributin që ata duhet të japin për të forcuar demokracinë në vend. Qëllimi i zgjedhjeve është të fitojë demokracia. Ju keni mundësinë për të mësuar procesin zgjedhor dhe përmes këtij stimulimi, kur të votoni në zonat tuaja, do të jeni të përgatitur për procesin. E rëndësishme është që të votoni sepse vetëm kështu merrni në dorë të ardhmen e vendit tuaj. Pavarësisht shifrës së ndjeshme të rinjve që votojnë për herë të parë në këto zgjedhje, misioni i Audikrit ka shprehur shqetësimin se në zgjedhjet e kaluara shumica e votuesve i përkiste moshës mbi 60 vjeç, ndaj ka kërkuar nëpërmjet rekomandimeve të vazhdueshme që të formohet një strategji informimi për të dërguar të rinj drejt kutisë. Një simulim tjetër është organizuar në KQZ po këtë të martë, por lidhur me votimin dhe numërimin elektronik, i cili do të realizohet në njësinë numër 10 në Tiranë dhe në Vorë.